Një 25 vjeçar është ekzekutuar me armë zjarri në mesditën e sotme në qytetin e Vlorës. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në rrugën e re të këtij qyteti ku 25 vjeçari Altin Nelaj është qelluar me pistolet nga persona ende të pa identifikuar, duke e lënë atë të vdekur në vend. Mësohet se 25 vjeçari ka qenë duke dalë nga automjeti i tij me targa italiane AH060 GM në momentin kur është qelluar me pistolet nga dy persona të panjohur, të cilët janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Sipas të dhënave paraprake të policisë, mësohet se ka qenë një grindje e hershme banale mes viktimës dhe agresorit, shkaku i kësaj vrasje. Mësohet po ashtu se në vendin ku ka ndodhur ngjarja, personat kishin lënë një takim për të sqaruar konfliktin e mëparshëm, por ka përfunduar me vrasjen e njërit prej tyre. Autori i vrasjes është identifikuar, por për arsye hetimi nuk bëhet publik identiteti i tij. Ndërkohë, policia e Vlorës ka nisur hetimin për zbardhjen e vërtetë të kësaj ngjarje.